Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim edhe një herë 11:08 është ora eksakte në këtë moment, në këtë të premte të datës 28 mars dhe na ka ardhur në studio, na është bashkuar uragani Monika Lubonja. Në sekondat e fundit kemi kapur kështu live. Monika, mirë se vjen në program. Mirë se të gjeta. Bëj një frimarje. O dashi im. Dashi im preferuar. Mon, si je ti? Mirë, kam më fal, po sot kam ecë edhe me të kuqe që t'jem tek ty. Ke ecur. Gënjen, se nuk i bën Mona këto. A më mirë se do ta marrim një gjobë, do t'ja paguajmë shtetit. Inshallah se kanë kapur, inshallah se kanë vënë re. Vetëm të vije tek ty nuk ka rëndësi gjoba. Po sepse dashi si natyrë, sepse janë disa njerëz që e lë për kafe, ato mund të vonohen, nuk e kanë problem. Ne jemi deshur, e kemi shumë problem korrektësinë dhe duam të jemi në kohë. Si jeti një herë, si është gjithë kjo periudhë për ty? Ka qenë një periudhë shumë luftarake, siç jemi ne dashët, një periudhë me të bukrat e veta, me problemet e veta dhe gjithmonë dashve ju bie për detyrë të zgjidhin ato gjërat e pazgjidhshme. Edhe imi duke u marrë me një gjë të bukur, me Skënderbeun, do Zoti realizojmë ato ëndrat që duam, sepse është bukur të shikosh një monument, një hero kombëtar ku na përfaqëson, edhe nëse do të arrim diçka të bukur, besoj se do të jetë bukur dhe për ne. Deshërit ka një lloj energjie që dhe një lloj aureole, përveç përpos faktit që ti shquhesh si një nga gratë më të bukura të kinemas, artit, showbizit, por edhe po të shohësh deshërit e tjerë që janë vërdall, them këtu, ku diun, Vera Grabovska, Adi Krasta, edhe pse janë në një moshë të saktuar kanë një lloj. Është dash, po Mama Maqi është dash, Jonida Maligi është dash, Fifi është dash, Ilir Meta është dash, Kryemalli është dash. Domethënë ne kemi një lloj energjie dhe më pëlqen, më lejo ta them pak këto se dua ta them. Me gjithë të mërkurë që kemi pasur në retrograd deri në datën 15 prill që do jetë, e meritojmë të themi ca fjalë të bukura vetes, por e mbyllim me kaq. Shumë mirë. Mora, si e përshkruan ti Big Brotherit 4 përpara se të kalojmë tek momente specifike? Nuk e di. Të mirat dhe të këqijat, tek personazhet gjithmonë, se nuk kemi çfarë themi për realizimin, e heqim kapelen. Jo, realizimi, gjithë produksioni, ajo dihet që është një kombinat jashtëzakonisht i përpik në të gjitha gjërat, edhe është për t'u falenderuar tani ato gocat, vllai i madh, Ledioni, të gjitha të sipërmarrje, sigurisht nga një herë dhe do të çedojnë sepse është një punë, është e pamundur derisa je 24 orë për 24 orë, ti edhe të duash ti bësh me përpikmëri të gjitha gjërat, nuk edhe koha të del nga një herë. Po tek banorët, domethënë gjithmonë edicionet krahasohen. Pra edicioni juaj përshkruesi më i qetë dhe më shumë ndjenja njerëzore. Edicioni i dytë, pasi krahasohen të parin, thanë që është agresiv, por kur pan të tretin thanë që ky i treti ishte më agresiv. Po kur shohin të katërtin, që këto të katërtët sikur janë futur me skenare në kokë dhe për ta sqaruar skenaret në kokën e tyre. Në tyre, unë nuk e di. Si e përshkruan ti këtë edicion? Do ta përshkruaja një edicion për mua, për mendimin tim, pak i dhunshëm. Dua të them pak që të mos ta them atë fjalën, sepse nuk e di pse shoh vajza të reja dhe nganjëherë si thua komentuesit e mi më thon po se është goca jote. Domethënë kur ti komenton dhe thua që edhe pikërisht pse kanë këtë moshë, mua më vjen keq të kenë këtë agresivitet, të kenë këtë lloj fyerje që kam dëgjuar vajza më shumë se tek bigu i dytë, më shumë se tek bigu i tretë. I katërti për mua është, domethënë, ka dalë pak i jashtë situatës duke kuptuar që e para njëherë bigu nuk ka moshë. Patjetër. Mua më vjen keq për komentuesit, kam dëgjuar për që diskutojnë moshën 45 vjeçare, 40 vjeçare, 50 vjeçare, 20 vjeçare, 27 vjeçare, bigu nuk ka moshë. Që të luash nuk do të thotë që ka një moshë të përcaktuar. Përkunderzi, mosha më e madhe ka atë eksperiencën dhe ka durimin dhe ka maturin, por
më vjen keq që shoh vajza të reja me këtë lloj agresiviteti që tani në këtë moshën e tyre 24, 27, unë nuk e di më se çfarë do bëjnë ato kur t'je në kohën e Rozanës, apo t'je në kohën time, apo t'je në kohën e mos njerëzve. është presioni i tregut në thonjza, i tregut për të futur në showbiz dhe këto vajza mendojnë që kjo gjëja, pra pozicioni i tyre që ato mund të marrin në showbiz, sepse patjetër e duan famën, ndryshe s'do ishin aty, mendojnë që duhet me qenë pak më shumë luftarake. Jo, fama po kalon kështu si paranoj, më duket. Ne kemi një publik shumë të mirë. Kemi një publik që në fund të ditës është i lodhur nga mëngjesi deri në darkë me ato hallet e veta, me ato sharjet, me ato të papriturat, mund të themi shumë pak mund të ketë gëzime. Pra dhe kur ti ulesh dhe shikon një big po përsëri të ndhunshëm, unë nuk mendoj më këtu se kërkon publiku. Unë kam miliona njerëz që më shkruajnë Monika çfarë kam, pse nuk qetësohen, ose Monika bigu juaj ka qenë i qetë, ose Monika dhe bigu i dytë ka qenë i bukur, po s'ka pas këto përmasa. Dhe do të them që këtë luftë e bëjnë vetë ata, jo si ua kërkon publiku. Dhe duke menduar që ato do përballen kaq egër, unë them që në fund të ditës ne është rritur një brez shumë agresiv. Agresiv dhe konfuz një të kohë. Dhe nuk e di pse kjo gjëja. Nuk e di pse kjo lloj urrejtje vajza me vajza, se nga njerë shiko, thonim dikur që shiko se na bullizoi një mashkull, edhe fillonim dhe kryqëzonim mashkullin. Kur ti fillon dhe mbron një mashkull, të thonë, pse ti del kundra vajzës dhe mbron atë. Dhe nuk arrim dot që neve, akoma si kom, dua ta them këtë, jemi shumë të dyzuar tek e drejta. Ne dim të drejtën të themi, o kë duam ne, oko nuk duam. Kur e drejta është gjithmonë me atë që ti mendon që pa drejtësisht po i bëhet kjo gjëja. Kujt do t'ja japi populli mundësinë që do të fitojë 100.000 euro dhe në një farë forme për post 100.000 euro, fitoria Big Brother është një lloj triumfi jete. Shqipe zonë dhe ronë, a rikëthejmë sërish program, 11:22 është ora eksakte në këto momente, vazhdojmë të jemi në studio me Monika Lubonjon dhe ta pyesim pak për dinamikat e fundit të Big Brother dhe më e nxehta është ajo e ditës së djeshme ku Gjesti, Trazovaçi i shtëpis, i ka kënduar Rozanës këngët e MC Kreshës. Që tashmë historia dihet është e din të gjithë, Rozana ka pasur një raport me MC Kreshën para shumë vitesh dhe kjo e fundit e revoltuar ja ka kthyer që mos e përmend atë djalin, ai tashmë është i martuar, ka dhe 2 fëmijë, pavarësisht që ka dhe thashë theme të tjera koridoreve të showbizit, por nuk po i futem atyre për të qenë korrekt. Si do duk kjo lëvizje e Gjestit pas kaq shumë muajsh, se nuk ja ka përmendur më parë. A ka ardhur momenti, Monika, që të gjitha kartat të hapen dhe të gjitha armët dhe asat që ato kanë mend ti përdoren kundrejt njëri tjetrit? E para njerë, ky gabim u bën nga Kelly. Unë e quaj gabim, pse do të thoni jo. Kelly vazhdon të jetë në Big Brother. Po, vazhdon të jetë lojtar aty, tek këtu kja lëshoj këtë, sepse po flasim këtu e 10 vjet, 15 vjet përpara. Histori shumë e vjetër. Një histori shumë e vjetër ku të gjithë njerëzit janë bërë tashmë kanë familjet e tyre dhe do s'do nuk u pëlqen që në një reality show të përgojohen njerëzit e tyre. Pra, unë do ishe shumë dakord të përgojohen ato gjëra që janë brenda mureve të shtëpisë dhe atë kam pas thënë dikur më parë edhe tek unë. Ama gjërat që vijnë nga jashtë gjithmonë shesin më shumë. Kujto këtu rastin Angel Donald, një nga ngjarjet më që ka shitur më shumë në Big Brother. Por ishin brenda të dy. U vendosën të dy brenda, ishin përballë, sqaruan një gjë, ndërsa tani secili ka jetën e tyre dhe aq më tepër pas 15 vitesh. Për mua, Kelly duhet të shkojë në televotim. Për mua, është një thyerje rregulli që më vjen keq që Bigu këtë vit ka qenë në këto rregulla, ka pas thyer shumë gjëra dhe nuk e di pse vllai i madh ka toleruar kaq shumë që tek Zarfizi, që për mua ishte simboli i një disipline. Për sa i përket Gjestit, Gjesti tani është deri në datën që do shpallet dita e fundit finalja, do jetë në një luftë
alla Gjesti, që dita marri edhe me atë qetësinë e tij, pavarësisht se është natyrë shumë ekspresive, po kur e shef me lojtarin, pra gjaun e vet e di që me një buzëqeshje, me një se e ka ai atë gjën e bukur në portretin e vet, atë mirësinë, atë qetësi, ka filluar të sulmoj Rozanën. Un kam dy pyetje. O këta të dy janë që në fund fare janë loj me njëri tjetrin, pra janë e din shumë mirë dhe po bën një loj me njëri tjetrin, ose Gjesti ka ardhur një moment që të filloj ta uli Rozanën, por që për mua në këtë pikë, me këtë histori, duhet të ketë shumë kujdes, sepse po ngre Rozanën. Nesër pas nesër publiku do thot, edhe ai publiku i Kosovës e gjithë do t'i thon kujdese, kreshma është njeriu jon në fund të ditës. Nuk lejohen shumë që kur futet familja, ne jemi të ndjeshëm ndaj familjes. Këtu duhet të ketë kujdes, them Gjesti, por nga një anë them që këta të dy do ta bëjnë lojën deri në fund, sepse unë mendoj që fundi fare, dyshja fare do jetë Gjesti dhe Rozana. Dhe nuk e di pse Rozana e përballon. E di çfarë më bëri përshtypje se për të dalë te kjo që ato unë mendoj që Gjesti dhe Rozana e kanë një aleancë të fshehur. Absolutisht. I kishte thënë Gerta dje Gjestit që unë dhe ti kokë më kokë në dyshën e fundit. Nuk ka shanse. Dhe ai i kishte thënë ta harrosh dyshën e fundit, do të kemë Rozana. Kështu që ato e kanë planifikuar ato podin e fundit. Ata e kanë planifikuar, mos e kanë planifikuar. Shiko, ne të dy kemi qenë bashkë në Big dhe e ndjejmë, sepse është edhe ti e shikon, sepse unë e kam thënë 100% që nuk është ai që ne shikojmë 24 orë, se sa do të kemi gjithë kamerat e botës të kemi, nuk arrim atë çfarë ne ndjejmë, atë syrin, atë cepin e supit, atë lëvizjen. Kështu që ata të dy e kanë ditur që janë në një front dhe do luftojnë shumë ashpër. Dhe unë them që kjo dyshe derisa të vijë ajo nata finale, që besoj se do të jetë diku nga mesi i prillit, kështu mendoj unë. Nesër zbulohet, por që diku nga mesi i prillit do jetë, se besoj të jetë më vonë, se s'ka më aq janë dhe lojtarët, bën një matematik të shpejtë. Besoj që këta do jenë ata njerëzit që do ta mbajnë lojën gjatë, nervat e tyre sigurisht që do fillojnë do tendosen, sepse lufta për podin është gjithmonë e egër, e ashpër, tek tuk do kenë ato ëmbëlsitë e tyre, fenomenet bukura. Unë them që ata e di që janë në një pod me njëri tjetrin edhe Kush e fiton 4, Monika? Një djalë 24 vjeçar që i përket gjeneratës Z dhe bën për të qeshur, po edhe të rinj, po edhe moshat e dyta dhe të treta, që luftoi në 2 Big Brothera për gati po shkon mbi 5 muaj, apo një artiste si Rozana Radi, e cila është kompletuar, ka fituar festivale, ka një lloj backgroundi të mirë artistik, që edhe ajo ka sjell humor në Big Brother, momente të bukura. Patjetër, shiko. Ka zgjedh publiku në fund fare bëhet llogaria, pavarësisht tifozërisë. Unë mendoj që Big Brotheri, publiku i Big Brotherit e bën një lloj llogarie në fund. Shiko, faktikisht të dy këta janë 2 personazhe shumë të bukur. Ja. Janë shumë karizmatik, janë shumë luftarak, kanë do njëri tjetë mbreti, tjetra mbretresha, kanë krijuar situata të ndryshme në forma të ndryshme. Në qoftë se do më pyesje si Monikë, tani dihet që unë jam një shoqe e Rozanës, nuk mund të them një mikeshe afërt, por një shoqe e Rozanës, por me zemër, me shpirt do deshja t'ia jepja Gjestit, se më sjell atë gjeneratën, domethënë pavarësisht se kam dëgjuar dhe më shkruajnë shumë që është i pashkolluar, që është si të thuash i pa. Ne kemi politikanë të shkolluar që janë në parlament dhe nuk bëjnë këtë dua të them. Nuk është diploma ajo që bën. Nuk është diploma ajo që të tregon absolutisht. Nëse ti zgjuarsin dhe mençurin ta jep jeta. Dhe ai ka ato, sepse në qoftë se ne pam pak historinë e Gjestit, ai të tregonte se si 12 vjeç kishte ndetë në rrugë, se si kishte mjel lopën, që ajo lopa i kishte sjell ushqimi, dhe unë realisht i dua këta njerëz.
pse, sepse ata kanë një botë shumë të madhe. Ti po të shikosh, Gjesti nuk ka fyer asnjë njeri aty. Nuk ka, si të thuash, nuk ka arritur në po të themi në gjë se tani se të gjithë rishkasim me sa duam ta kemi vetë kontrollin, por nuk është nga ata djemt e këtij brezi të tanishëm, ata që të shkruajnë ti moj shtrik, ti moj më fal plak me ca terma, pse nuk mbron këtë, pse nuk mbron atë. Pra nuk është ky gjesti këtyre dhe do të më pëlqente që ta merrte ky djalë, sepse i kemi shumë gjyra këtë djalë. Këtë edhe kur vishet nuk e ke problem se të vë një fjongo. Por shembull nuk e ke problem. E di çfarë më pëlqeu ndjes një natë kur Jozi dhe Loredana ishin tek suita, ikëm danko direkt. Një i ri që futet në mes një çifti ishte shtrirë aty, po e shijonte. Po e shijonte kaq i bukur. Pse e di çfarë do të them? Unë dua ta them shumë. Shpejt duhet në reklam. Po, unë do të them vetëm një gjë, që Xhestit patjetër duhet filloj një shkollë aktrimi, sepse është një aktoror i mrekullueshëm, përveç muzikës që e ka të vetën. Qartë, shkojmë edhe një herë në reklama dhe rikthehemi pas pak me edhe tjera pyetje për Monika Lubonjon. Vazhdojmë të jemi në studio me Monika Lubonjon. Ndërkohë, Mona, çfarë kanë aktorët që gjithmonë akuzojnë që nuk shkëlqejnë shumë në Big Brother? Them këtu për Laerti, domethënë Laerti nga Laerti është Laerti, këtë javë doli Laerti bespremi, i quajtur i tillë nga Bona, por dhe nga pjesa më e madhe e shtëpisë. E peti vërtet Laerti besprem? Shiko. Në kohërat që jetojmë. Në kohërat që jetojmë, ta marrim kështu sa të fare, ku njerëzit bëjnë luftra idiote. Se një njeri duhet të quhet besprem, kur ato 10.000 euroshin ose në raste më i vogël, do ta marrim për vete dhe raste më i madh 100.000 euroshin do ta marrim për vete edhe jo me bonon. Ti e the pak më parë artistët. Artistët nuk e di pse tani po bindem akoma më shumë që fillon edhe fillojnë kamerat, fillojnë atë autokontrollin që e quajmë neve shumë në jetë. Që mund të jetë edhe pak vezë profesional nga teatri. Është vezë profesional. Dhe unë prandaj them që nganjëherë bigu është të shkon apo nuk të shkon. Sepse është përshtatje. I shkon Laertit? Them që nuk i shkon, pavarësisht se është një Laert tepër i zgjuar, një Laert tepër i kulturuar, i lexuar, i mbi vlerësuar në Big Brother? Po, do ta thoja që ndoshta Bigu e futi për atë sepse nganjëherë duam të sillim ato figurat dhe mirë bëjmë që të sillim edhe figurat që kanë një. Si më shpjegon këtë pra që Laert Vasili del në podcastin e Elisa Agollit dhe mund të themi pa modestik që ka qenë një nga intervistat më të zhurmshme në sezonin e fundit televiziv, jo vetëm në podcastin e Elisës. Aty mund të themi që ka qenë një nga intervistat më teatrale të Laertit. Po pse se vazhdoi këtë teatrin Big Brother? Sepse Big Brother është 24 orë për 24 orë dhe ti sa do të japësh në qoftë se edhe një herë nuk je vetvetja, mund të dalësh aty para sa janë 300 kamera, se nuk e di tani sakta përcisht. Shtohen çdo vit. Ashtu edhe bravo i qoftë produksionit që i shton. Dhe përsëri ti arrin në aty del, bën monologjet e tua, pastaj aron. Ti jeta e përditshme është ai gatimi, ajo uji, ai biseda që do bëjmë, ajo gjëra, por nuk them që Laerti nuk ka pas debate, ka pas debate shumë të mira. Ka pas debate që mua më kanë pëlqyer, që kanë qenë një djalit ose një burri, për shembull me Gertën, unë them që Laerti ka qenë shumë lart, pavarësisht se njerëzit duan të lartësojnë Gertën sepse e shikojnë si një fenomen, po por Gerta nuk ka bërë një herë ose nuk ka sjellur një herë një ngjarje të vet, por ka qenë gjithmonë e atashuar te ngjarjet e të tjerëve. Ndërsa kur ka akuzuar Laertin, për shembull Laerti është ditur të mbrohet me absolutisht jashtëzakonisht mirë dhe nuk ja mohon dot Laertit që si ja hedh dot këtë. Pastaj se sa përshtatet Laerti, ajo pastaj është gjithmonë përshtatshmëri. E ke ose nuk e ke brenda. Laerti do të tregoj edhe njerëzve aty brenda, por edhe publikut që shikon se unë jam i mençur, unë di dhe s'ma edh. Dhe kur ti vjen me këtë gjë nga jashtë, për mua je humbur. Nëse ti do të vendosje në rast se ndodh Big Brother VIP All Stars, të kishe mundësinë
të zgjidhje mes dy motrave, Gixhari, Olton dhe Gertën. Kë do të doje ti të rishi edhe një herë në Big Brother? Thon kjo, kush ka bërë Big Brother më të bukur? Olta apo Gerta? Pavarësisht se Olta u kryzua për pjesën e Ose ishte me Luizin, se po t'ishte në edicion tjetër do t'ishe shumë preferuar, mendoj. Luizi kishte ato batutat ato që ja mori mendjen njerëzve me humorin e tij, me zërin e tij të bukur, por Olta për mua nuk u kuptua asnjëherë që Olta ka një humor fantastik. Ka nga ato, si themi ne, përgjigjet që duhet jetë edhe një çik pa dashur të fyej publikun, por të kuptoj më tepër tek ato gjërat, ngacmimet që i bënte. Jo se Luizi se kuptoi, jo se Luizi ishte i pari që e kuptoi që kishte përballë një orë që nga që pa dinamikën e Jacqueline Gjollës dhe Gerta Gixharit. Unë them që Luizi me Oltën do ishin kryefjala e Bigut, të dytë po t'ishin deri në fund, por në qoftë se do zgjidhja, pa diskutim do zgjidhja Oltën, sepse e njoh shumë mirë natyrën shumë tepër, edhe sarkazmën e Oltës e njoh, dhe pikërisht këtu është problemi nganjëherë, që ti bën një ironi, bën një sarkazëm dhe publiku nuk ta kupton. Dhe njerëzit që janë të sarkazmës e kuptojnë shumë mirë, sepse sarkazma dhe ironia janë shkalla më e lartë e inteligjencës. Zonja dhe zotërinj, do zgjidhja Olta Gixharin. Një herë ball për ball me të. Interesante do ishte në fakt dy aktorë përballë njëra tjetrës. Shiko, përveç që do ishte shumë interesante, sepse ne e njohim shumë njëra tjetrën në tavolina, po do kishim shumë batuta, sepse nga njerë loja pasaj fillon dhe bën ato kush do të jepte batutat më të mira mes njëra tjetrës. Zonja dhe zotërinj, Monika Lubonja ishte sot me ne në Live from Tirana. Të uroj një të premte të bukur në vazhdim dhe një fundjavë të bukur që e kemi para. Edhe unë të falenderoj shumë dhe gjithmonë kur të më ftosh, unë do jem flak për ty. Të dua se je shumë i mirë dhe një gazetar tepër special. Falenderoj. Vetëm nga njerë kam frikë se të çponti ndonjëherë. Keca kështu. Me momente. Ai po mirë s'ka gjë. Falenderoj shumë që ishim në program. Faleminderit dhe ju të gjithë që na dëgjuat.